Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë është bërë pjesë e panairit të librit që mbahet nga 12 deri në 16 nëntori në kryeqytet. Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë nuk ka thjesht një stend në panairin e librit, por thesare për jetën. Janë rreth 170 tituj librash dhe botimesh të Kishës Ortodokse që përmbajnë një informacion të bollshëm, ku përfshihen tema shpirtërore, kulturore, historike, veprimtarinë e kishës dhe veprën e kishës përgjatë këtyre më tepër se 3 dekadave. Si çdo muaj nëntor, zhvillohet panairi i librit dhe Kisha Ortodokse është në çdo panair përgjatë gjithë këtyre viteve është e pranishme me stendën e saj. Pikërisht jemi këtu te stenda e Kishës Ortodokse, ku të rinjtë dhe bashkëpunëtorët e kishës janë duke qëndruar te kjo stend duke prezantuar kishën tonë ortodokse. Në fakt janë rreth 170 tituj librash dhe botimesh të kishës sonë ortodokse dhe besoj se është një numër i konsiderueshëm, një informacion mjaft i bollshëm që përfshin temat shpirtërore, gjithashtu kulturore, historike, pra veprimtarinë e kishës dhe veprën e kishës përgjatë këtyre më tepër se 3 dekadave. Me bekimin e kryepiskopit Joan, sigurisht edhe në këtë vit jemi të pranishëm, pra kisha është e pranishme në panairin që po zhvillohet në muajin nëntor të vitit 2025 dhe përfaqësohemi me librat e kishës sonë. Në stend do të gjeni libra dhe broshura me mësime të çmuara për jetën nga njerëz që jetuan sipas mësimeve të Ungjillit të Shenjtë, shenjtorët që nga shekujt e parë e deri në kohët e sotme. Mësimet e tyre e drejtojnë lexuesin të jetojnë me urtësi dhe të ecë në rrugën e virtytit. Nëntori vjen edhe me panairin e librit, edhe ne në mënyrë të veçantë prezantojmë me stendën e Kishës Ortodokse me bekimin e fortëmturisë së tij kryepiskopit Joan. Dhe kisha jonë për të disatin vit radha si prezanton në këtë panair libri më shumë se 170 artikuj të ndryshëm, të cilat mbulojnë të gjitha grup moshat që kanë dëshirë dhe mundësi të lexojnë, të mësojnë më shumë për jetën, për kuptimin e saj edhe të thellohen më tej në besimin ortodoks. Vlen të theksohet që Kisha Ortodokse ka shtëpinë e saj të botimit, ka zyrën e saj të botimeve dhe vjen pranë lexuesit me libra të ndryshëm dhe të shumëllojshëm që i përgjigjen pothuajse të gjitha çështjeve të ndryshme me të cilat përballet njeriu edhe misterit të jetës. Ne e nxisim lexuesin të afrohet edhe më shumë me librat dhe me tematikat të cilat mbulojnë botimet e Kishës Ortodokse, sepse stenda e Kishës Ortodokse nuk është thjesht një stend me libra, por është një stend që afron librat që japin kuptim jetës, edhe japin përgjigje çështjeve për të cilat të gjithë ne jemi të shqetësuar edhe të gjithë ne duam të marrim një përgjigje. Për më shumë se 3 dekada, Kisha Ortodokse në mënyrë periodike boton revista shkencore si ajo Kërkimi dhe Tempulli, edhe gazetën e përmuajshme Gjallja, si dhe revistën për fëmijë Gëzou. Ajo nxit lexuesin nëpërmjet gazetës dhe botimeve të saj, të njohë jetën e Kishës Ortodokse, ringritjen e saj, të ketë praninë e Krishtit të ngjallur në çdo shtëpi, siç e thekson edhe kryepiskopi ynë, dhe të vazhdojë të ketë edhe praninë e atij që themeloi dhe ringriti kishën tonë. Kisha jonë vazhdon të jetë në përgjigje dhe në ndihmë të gjithë lexuesve të saj, prandaj i nxisim të gjithë dashamirësit e librit të afrohen tek stenda e Kishës Ortodokse dhe të mësojnë më shumë për besimin ortodoks, për të vërtetat e jetës, edhe të marrin përgjigjet e duhura për çështjet e ndryshme që shqetësojnë shoqërinë tonë sot. E theksojmë edhe një herë që kjo nuk është thjesht një stend me libra, por është një stend me libra që japin përgjigje çështjeve të jetës, është një stend që na mëson se si të ecim në rrugën e jetës. Mirë se të vini të gjithë, të mësoni më shumë dhe të bëheni lexues të mirë të librave që na mësojnë se si të jetojmë. Kisha duke njohur mirë nevojën që ka vendi ynë për mësimet e Ungjillit të Shenjtë dhe shembullin e jetës shpirtërore, që prej viteve të para të ringritjes së saj pas regjimit komunist, disponon shtypshkronjën Gjallja. Ajo boton libra me tematika të shumëllojshme, që i vinë në ndihmë lexuesit të çdo moshe dhe përballjes së tij me çështjet bashkëkohore. Për 33 vjet me radhë ajo boton çdo muaj gazetën Gjallja, e cila sot numëron 385 botime, revistën për fëmijë Gëzohu dhe libra për fëmijë me metodologji bashkëkohore të mësimdhënies. Stenda me botimet e Kishës Ortodokse përveç paraqitjes së librave inkurajon leximin si një zakon i mirë për njeriu, sepse leximi sjell rritje në njohuri, pastrim në mendje, rritje në dashuri dhe rritje shpirtërore.